temat që janë diskutuar. Çka nënkupton realisht për rajonin ton? 3 ditë më parë, ne festuam ditën e Europës, pra 9 majin, kur ish ministri i jashtëm francez Robert Schuman kishte bërë deklaratën e famshme për një union ekonomik. Në atë periudhë kohore, me synime për të ndarë interesat ekonomike ndërmjet shteteve të Beneluxit, Francës, Gjermanisë dhe Italisë. Atë çfarë ka ndryshuar në strukturën e saj politike, por edhe vendimarrëse ka qenë traktati i Maastrichtit, i cili ka dhënë një konotacion politik, më pas edhe ai i Amsterdamit që e sforcon elementin e politikës jashtme të sigurisë, por fatkeqësisht nga veprimet që kemi pa kundrejt Serbisë, ne kemi kuptuar që Unioni Evropian ka dështuar të ketë një politikë të jashtme dhe të sigurisë të unifikuar për sa i takon vendeve të cilat mëtojnë antarësimin në Union Evropian, dhe kjo treguohet qartazi ndaj veprimeve të Serbisë, e cila ka trazuar rajonin her pas here, qoftë luftrat e viteve 90-ta, por ajo që është më e freskët është çështja e zhvillimeve në Maltëzi, nëse u kujtohet zhvillimet e kishës serbe në Cetinje të Malit të Zi, dhe më pas ka rezultuar ajo marrëveshja themelore e nënshkruar ndërmjet kishës serbe dhe qeverisë së Malit të Zi në krye me Abazović, dhe këtu tregohet qartazi se sa ndikim ka kisha në shtet dhe veprimet shtetërore më pas. Dhe pastaj edhe intervenimi apo ndërhyrja flagrante duke dhunuar rendin kushtetues dhe integritetin territorial Karshi Kosovës në sulmet e 24 shtatorit. Ju e dini që në shëshorin e 2023 ishte ish kryetaria e Komitetit për Politikë të Jashtme Alisha Kërz, e cila bëri të ditur që në manastiret serbe dhe kishat serbe po fshihen armatime të shumta, e cila rezultoi si e vërtet. Ju e dini edhe ato bardhjet me autoambulanca të armatimeve, dhe këtu tregohet që veprimet serbe, veprimet e shtetit serb përmes bashkëpunimit me kishën serbe kanë qenë të pashmangshme, pra kjo simbioza kish-shtet dhe shtet-kish tashmë është e qartë, dhe natyrisht që të gjitha veprimet e saj agresore kundrejt Kosovës specifikisht, por edhe fqinjeve natyrisht, tregon qartazi edhe lidhjen e saj vertikale të ndihmesës që merr nga Federata Ruse, por që fatkeqësia mbetet te Unioni Evropian, i cili është shumë fragjil kundrejt Serbisë, dhe në mungesë të masave ndaj saj, Serbia sikur është trimëruar dhe është pozicionuar madje politikisht edhe në relacionin ndaj Kosovës dhe specifikisht kundrejt zhvillimit të procesit të dialogimit. Pra në këtë kuptim ne tani mund të kuptojmë qartazi që politika jashtme e Unionit Evropian ka qenë jashtëzakonisht e çorientuar për të vepruar në këtë drejtim dhe për të evituar këto ndërhyrjet e Serbisë kundrejt fqinjeve. Nuk do të harruar edhe një gjë pa thënë që së voni, pra viteve të fundit, më tepër ka dominuar interesi ekonomik se sa i politik për t'i dhënë zgjidhje problemeve të mbetura hapur. Ne kemi për shembull shtetin italian, i cili ka një kontratë 100 milionësh për çështjen e veturave me Serbinë, kemi një kontratë prej 2.3 miliard për çështjen e aeroplanëve Rafale nga ana e Francës, kemi një kontratë për lithiumin nga ana e Gjermanisë. Pra kur e shef në kronologji të veprimeve të shteteve anëtare të Unionit Evropian, shef që Serbisë ia është dhënë shumë mundësi për të përfituar ekonomikisht dhe më pastaj për t'i dhënë mundësinë e ripozicionimit në Ballkan dhe për të përcjell krejt atë gjeopolitik sipas fuqisë së saj, jo vetëm ekonomike, por edhe lejushmërisë politike që i ka bërë vetë Brukseli zyrtar. Prandaj jemi në këtë gjendje dhe fatkeqësisht Serbia vazhdon të ketë këtë lloj destruktiviteti, duke qenë pafundësisht e mbështetur nga ana e Rusisë. Dhe a ka pasur